Ervin Saliani nga Durrësi ka vazhduar sulme ndaj Partisë Demokratike duke rikthyer vëmendjen te retorika konfrontuese që duket më shumë si shërbim politik ndaj qeverisë së Edi Ramës sesa si kritika konstruktive ndaj opozitës. Këtë të mërkur ka shkuar në Durrës njeriu që i mori me dru demokratët, njeriu që ka përçar PD-n, njeriu i Lulzim Bashës që është pasuruar në opozitë së bashku me Grida Dumën. Nga qyteti bregdetare ai ka sulmuar hapur strukturat opozitare duke thënë se PD ka qenë e pa aftë për të nxjerrë qytetarët drejt kutive të votimit. Zgjedhjet janë si një luftë mes ndërvarësisë për bukën e gojës, shtrëngimin me vendin e punës apo sipërmarrjen, vlerësimit qytetarit të lirë dhe pa diskutim përdorimit të krimit organizuar në formë kapilare. Por të dashur miq, duhet ta themi hapur dhe me sinqeritet. Një tjetër shkak është paaftësia e opozitës. E Partisë Demokratike si forca më e madhe opozitare në vend. Për të qenë binca, për të nxjerrë shqiptarët drejt kutive të votimit, për të fituar zgjedhjet. Zgjedhjet e pjesëme lokale janë një sinjal i fortë që duhet ta lexojë gjithë secili prej nesh. Si figurë publike dhe ish deputet, Saliani ka përgjegjësi të ruajë një diskurs konstruktiv dhe të mos reduktoj fjalimet e tij në sulme personale. Paaftësia e një partie nuk mund të shfrytëzohet thjesht për të krijuar spektakël publik, qytetarët presin ide konkrete dhe strategji për mobilizim demokratik, jo kritika pas zgjidhje. Saliani teksa mban fjalime shpërfill rolin e tij si pjesë e strukturave opozitare. Nuk mjafton të kritikosh nëse do të japësh realisht zgjidhje, duhet të propozosh alternativa konkrete për të forcuar opozitën. Sulmet e përsërituara të Salianit krijojnë imazhin e një figure më shumë përçarëse se sa bashkëpunuese. Retorika e tij sot veç se kontribuon në përçarjen e demokratëve, duke kthyer debatin publik në një lojë fajësimesh, pa marrë përgjegjësi personale.